me recetën e të Aty spishtës. do ta lëm të trashet pak dhe t'i shtojmë gjalpin. Kaq, mjafton për ta shpjeguar dhe për ta përmbledhur. Pra nisëm me qepën e kaurdisëm, e zbutëm trahanan në qumësh, pastaj shtuam tek qepa, shtuam edhe lëngun e kockave, kri piper, piper të kuq, trumzën gjithashtu. Në fund do t'i shtojmë edhe djathin e thërmuar, por kur t'jetë gati, sapo të ketë marrë pak atë trashësinë e dur, trajtën e dur. Le të shtoj gjalpin, që mos se këto dy vende janë. Okej. Çfarë ëmbëlsire bëhet fjalë? Te spishte. Te spishtja ka. Yndyrën diku te 500 gram. E Shkodrës është kjo? Gjalp, po. Receta e pamshme e Shkodrës. Autoktona e Shkodrës. Normalisht më duhet gjalpi, më duhet mielli, kur jemi tek mielli normalisht ju e dini shumë mirë. Ola dhe unë i vë vullën pikën që të doni juve. Kur themi për shembull i vendosim pikën mbi i. Kjo është. Më duhet gjalpi. Patjetër le të shkojë dhe të marr me plot delikatet. Mirë. Po ku do shkoj unë? Ku do shkoj unë pa këto vezët? Talierën, me talierën me përbërës. Ku do shkoj unë pa këto vezët? Ja, të kuqe i kam zgjedhur. 3 kokra të kuqe. Mbaj mend Rafmet, pas gjyshen time thoshte, të kuqe i dua vezët. Nuk e di çfarë diferencë, di që veza e kuqe, lëvozhgën, e ka më të fortë. Pastaj, pulat tuk i kam pyetur. Di, dhe pulat e kuqe janë që bëjmë vezë e kuqe. Di që në natyrë pulat, këte e kemi mësuar dhe më pëlqen t'ja kuazojmë një këtë shpreje. Ne kemi nga Ovital këtë shpreje, sepse të tilla janë, duke patur parasysh njerëzit në ditët e sotme që shfrytëzojnë të mirat e natyrës, të mirat e kompanive që punojnë dhe shpresojmë që ti kemi ndihmuar sadopak me sugjerimet që bëjmë nga kuzhina jonë. Te spishtja e famshme ka përbërësit në fakt, receta tradicionale ne kemi thënë që nuk kanë ato përbërësit, listat e gjata me përbërës, nuk kanë shumë temena, themi ndryshe në gjuhën popullore, por arrim të gjejmë një shije diku se si e kanë sajuar, si e kanë krijuar të parët ta ngjyshet tona, janë vërtet janë thesariun për të vlerësuar me çurake tona për të na sill receta deri në ditët e sotme. Në zona të ndryshme kemi huazuar, kemi marrë receta të ëmbla, të kripura, të traditës, receta për sebepe, për evente të ndryshme, për ngjarjet që i kanë karakterizuar familjet tona. Një prej tyre është edhe te spishtja, që është prioritet në shumë familje shkodrane. Sidomos veriu. Kur i presin rastet të festave të tyre familjare. Çfarë na duhet për të spishte? Na duhet gjalp, një gjalp i mirë. E ndihmoj pak. Na duhet mielli, na duhet sheqeri, na duhet veza, bajamet, i shohim me gramaturë, sepse tek ëmbëlsira duhet jemi pak më strikt në gramaturë, kështu që e shohim së bashku të shkruar recetën. Te spishtja tradicionale, 500 gram gjalp, 100 gram sheqer, 100 ml qumësht, 1 lugë kafeje sod, 3 vezë të freskëta, 500 gram miell dhe bajame. Do të përgatitet edhe sherbeti, 500 gram sheqer përmban sherbeti, 500 ml ujë dhe vanilje. Pra, ujë dhe sheqer në sasi të barabarta, shtojnë dhe aromën e vaniljes. Mielin. Ja, ku është edhe vanilja. Gjalpin do të shtosh vetëm ujin, vaniljen e shtoj këtu dhe masën e ujit. Atëherë po e mas, e punoj 500 diku tek 500 gram miell. Miellin e shtoj gradualisht. Niki, të lutem pakës fare qumësht. Shtoje pak fare. Aq. Tradit në tradit. Pra kemi shtuar gjalpin aty në sasi 500 gram dhe mielin, pak qumë tani për ta mbajtur të butë masën. Më shto dhe trazojmë vezët një nga një. Po. Ujin t'ja shtoj sheqer. Largojmë të gjithë, po. Sheqer, vanilje dhe ujë. 500 gram sheqer, 5 ml ujë dhe një vanilje. Tek sherbeti. Tani vezët. Vezët një nga një. Shtoj këtu. Një e verdhë e fuqishme.
Pra duhet bërë dhe trazimi shpejt që të mos piqet. Shto tjetrën. Normalisht edhe sodën i ki këtu. Po. E largoj paksa duke e punuar me lugë. Pra nuk duam që të marrin ngjyrë, thjesht të tarazohet për momentin, se sa të përshtatet temperatura e vezëve. Një tepsi të lutem. Po. Direkt. E largojmë të gjitha vendos shërbetin. Ka nevoj për vaj, besoj se ka gjallë gjithë masa. Shërbetin pasi të piqet? Po. Heqim tavën. Nja dhe qofte. Bajanet i largoj. Mas e kam këtu. E shtoj paksa me miell që të ftafto masën. Ja, bëjlo këtu qofte. Te vjen e mirë shumë nga qoftet. E kam punuar si kur të jetë me dorë. Gjë që është e pamundur, se është e nxehtë, kështu që Direkt. tani do nivelohet, te do piqet apo jo. Pasi të spishtja të jetë pjekur, do të shtohet edhe sherbeti, nga njëra anë që është duke zier, pra sheqer, ujë edhe vanilje. Dhe të spishtja që të jetë në këtë trajt. Pra një brum i butë. Lajduar paksa. Do ta marrë me një herë atë nxehtësinë për të pjekur, derisa të marrë atë ngjyrën e kuqeremt dhe ne t'i shtojmë sherbetin. Ndërkohë, edhe të spishtja është gati për ta pjekur tani, se u punua brumi. Këto format janë për dekor apo? Po. E do kështu tradita. Kjo e do albana këtë. E do albana këtë. Kur të piqet, të bëhet një mas. Normalisht, në rombe, në si të doni ju, që rëndësi ka shia, nuk duhet jetë masa shumë e ngjeshur, absolutisht jo. Pra lule në lule, lule në shije, lule në tradit, sepse Shkodra mbahet për qytetin e luleve. Të lumshin duar, të vendosim për të pjekur, ndërkohë ju të përfunduar me gjithë sherbetin, do ta shihni në fotot respektive në rrjetet tona sociale. Edhe në Facebook, edhe në Instagram, po ashtu edhe në YouTube. Shihemi pas pak, shihemi nesër të dyja. Tung. Me shikuesit pas pak do të jemi me Altin Jokën.